ka frikë të dalë në logë, sepse Berisha është frikacak dhe ka frikë nga gara, pasi sot aktualisht tek Partia Demokratike ekziston vetëm Neni Berisha, ku kryetari nuk duhet larguar kurrë dhe duhet jetë non grata. Sali Berisha ka humbur besimin e shqiptarëve, ka humbur besimin e demokratëve. Berisha nuk ka mbajtur asnjë nga premtimet e 2021-shit, të cilat ishin 3 premtime të qarta që për 6 muaj rrëzonte Ramën dhe nuk e rrëzoi dot. Premtoi bashkimin e demokratëve, bashkimin e bëri me Metën me Dulen, premtoi që deputetët do t'i zgjidhte antarësia dhe primare dhe ju e pat tepërqartë se çfarë ndodhi. Sot Sali Berisha është frikacak dhe i ka humbur pa diskutim karta morale dhe vërtetësia. Dhe në mungesë të vërtetësisë, të kartës morale, të garës, meritokracisë, ky proces është falso, sepse nuk mund të ketë një proces ku ti zgjedh kundërshtarët. Nuk mund të ketë një proces pa legjitimitet, nuk mund të ketë një proces ku ti vendos rregullat e garës. Partia Demokratike po trajtohet si promë private për të bërë mburoje Berishës ndaj spakut.